Nga sa ndoqët përmes materialit, por sigurisht edhe me aq informacione që keni ndjekur sa të drejt kanë qytetarët në këndvështrimin tuaj? Shiko, njërë e para është që ajo që ne po kërkojmë që një reform, një rishikimi, një reforme, e cila që e një anshme, pasi nuk ishte pjesëmarrjen e gjithë përfshirje politike, jemi në një moment që kemi gjithë përfshirje dhe është pozitive dhe është herë e parë që shkojnë dy bashkëkryetarët, të cilët përfaqësojnë dy forcat më të mëdha politike në dëgjes të përbashkët. Dhe a janë dhe të barabartë? Mendoj që përpara opinionit publik ne kemi nuk shoh që ka diferenca midis dy bashkëkryetarëve. Pra përfaqësimi i tyre, pra në syrin qytetar, në për herë të parë kemi një përfaqësim të barabartë që po dëgjohen qytetarët nga gjithë përfshirja politike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt për tu evidentuar, se është herë e parë, unë nuk mbaj mend në këto 30 vite demokraci që të kemi patur një rast të tillë. Kështu që kjo është një sinjal pozitiv, po që mendoj që reflektohet pak edhe tek qytetarët. Është pak e pamundur ajo që tha Agroni, e kam vënë edhe unë që deformohet edhe qëllimi i këtyre dëgjesave, realisht është pak e pamundur ta shmangish edhe ndikimin politik edhe tek qytetarët, se dashje pa dashje, aty do shkojnë edhe personat të cilët kanë një përfaqësi politike përveç se është e hapur, është një dëgjesë e hapur dhe duke qenë dëgjesë e hapur do ketë gjithë përfshirje, qoftë qytetar, qoftë organizatat shoqërisë civile, qoftë përfaqësues të pushtetit vendor, qoftë përfaqësues të këshillave bashkiak dhe edhe kjo është pozitive gjithsesi ndoshta për atë që tha Agroni mund ndiqej edhe një qasje që bëj vetëm dëgjesë për qytetarët dhe nuk bëj dëgjesë shumë e hapur, gjithsesi edhe kjo është gjë pozitive. Por, ajo që evidentoj unë tek qytetarët, kërkesat e qytetarëve janë në koherencë të plotë dhe me kërkesat e niveleve lokale të qeverisë lokale, qoftë të këshillave bashkiak, qoftë dhe të kryetarëve. Në qoftë se nga ana e qytetarëve ne vëmë re që thotë nuk ka financa të mjaftueshme për këtë gjë, paralelisht nga ana e leadershipit politik në nivel lokal, kërkohet që kompetencat nuk janë të plota, nuk janë të nënfinancuara, grandi i pakushtëzuar duhet jetë jo 1%, po t'i afrohet rajonit 3 deri në 4%, 5%. Domethënë kërkesat janë pothuajse të njëjta, nëse zhvishen nga pjesa politike, kërkesat janë të njëjta dhe ajo që unë shikoj me kënaqësi. Në fakt ne përpara se të themi reformë territoriale dhe është shumë mirë që kemi administrative territoriale. Unë mendoj që problematika qëndron kryesisht ke pjesa administrative më shumë se tek problematika e territorit. Po, kjo shpjegohet që ne kemi një set kompetencash, bashkit kanë 41 funksione. Dhe nëse ne do t'i marrim me radhë këto funksione, ofrohen këto funksione, ashtu siç ligji përveç qeverisë vendore i parashikon i cili është një ligj me shumicë të cilësuar, ofrohen nga bashkitë, në çdo nivel, a kemi ne standarde minimale kombëtare për këto funksione në mënyrë që të monitorohen në momentin si do jenë unike këto funksione. Ka një standard minimal kombëtar dhe monitorohet ky standard minimal kombëtar, ofrohet nga çdo bashki që të paktën çdo qytetar në çdo cep të territorit të ketë një minimum kombëtar që duhet të plotësohet, pastaj bashkitë në varësi të prioriteteve të tyre të vendosin. Pra, është shumë e rëndësishme të bëhet një analizë e tillë dhe të nxirret dhe a janë financat për funksionet e transferuara të pushtetit lokal? A është parashikuar financat e nevojshme në moment që u kalon një funksion siç kanë qenë 7 funksione që u kaluan pas në reformën administrative territoriale të parë? 7 funksionet janë, është kostuar ky funksion, është kostuar standardi që ju i kërkonit plotësohet nga qeverisja lokale dhe a janë kaluar financat përkatëse? Pra, të gjitha këto element i ke që në fakt nga qeverisja lokale thohet që nuk janë kaluar financat e mjaftueshme, nga qeverisja lokale thotë që nuk janë të qarta kompetencat, pavarësisht se funksioni është funksion lokal, ligji nuk e ka të qartë kompetencën dhe përgjegjësinë e qeverisës lokale dhe të qeverisës qendrore. Dhe kemi raste të veçanta që kemi edhe qendërzim të këtyre, siç është rasti i sjellsave. Pra, që kemi nga decentralizim, po shkojmë drejt asaj që... Megjithatë, unë dua të mbetem pak tek pjesa e qytetarëve, se do diskutojmë të gjitha, por duke qenë se jemi këtu, në të gjithë këto vite, për shumë problematika që ne do të diskutojmë, sa është dëgjuar zëri i qytetarëve?
Unë mendoj që ka një përmirësim në këtë drejtim, pasi ne kemi ligji parashikon një konsultim me qytetarët, ka konsultime me qytetarët, unë dua të shkoj tek ajo, përveç duhet kemi dëgjesa me qytetarët, që dëgjesa është tjetër nga konsultimi, dhe dëgjesa duhet realizohet përpara konsultimit. Dëgjesa e qytetarëve ka të bëjë me shqetësimin qytetar dhe ky shqetësim qytetar të përkthehet pastaj në vendimarrje ose në një draft. Në një draft dokument për bashkinë, në draft dokument për bashkinë dhe më pas të bëhet dëgjesa. Jo të gjitha mund të realizohen sepse territori ka shumë problematika dhe normal që kërkohet prioritizimi i problematikave, mirë po edhe ky prioritizim bëhet në konsultim me qytetarin, që qytetari bindet. Pra qytetari duhet kenë që të shkundet indiferentizmi qytetar. Se unë shikoj dhe një indiferentizm qytetar dhe indiferentizm intelektual. Është shumë e rëndësishëm kjo. Dhe pse është? Dhe pse unë mendoj që kjo vjen edhe nga mungesa e besimit. Mungesa e besimit, ne nuk u kemi kriju qytetarëve besimin që ajo që marrim nga ju merret në konsiderat nga qeverisja. Dhe për këtë duhet ketë një analizë, ishin kaq kërkesa, kaq u morën në konsiderat në këtë buxhet të këtij viti, po vitin tjetër do kemi në konsiderat të tjera se s'mund të planifikojnë të gjitha. Pra kemi një përmirësim, por çështja është që krijimi i besueshmërisë së qytetarëve, bashkë qeverisja, bashkë me ta, që kesh edhe mendimin intelektual dhe profesional, edhe të atyre që janë jashtë administratës në pjesë e juaj. Megjithatë,